publikun. Po, a e shikoni Big Brotherin? E shikoj nga njërë. Ju pëlqen gjesti? Asnjëri s'm pëlqen. Po, Luizi, ç'mendim keni? E krahasoni me... Si mendoni? Është Luizi më i mirë se gjesti apo gjesti më i mirë se Luizi? Më i mirë Luizi. Po pse? Kishte strategji më të fortë? Më të fort, kulturë më të lartë. Po Eglin, a e njihni? E njihni Eglin? Jo, nuk e jo. Vetëm aty e kam parë. E ke parë, ç'mendoni për rikthimin e saj? Më mirë mos ishte kthyer. Po pse? Po do kish mbetur një vajzë e dashuruar dhe viktimë, se të thash, kurse tani po është kthyer duke të marrë hak. Kush mendoni se është gabim? Gjesti apo Egli? Të dy janë. Po pse? Po sepse Egli që i afrohet dhe ai që s'di ta ndaj. A e shikoni Big Brotherin? Ja, nuk e shikoj. Nuk ju pëlqen? Nuk ju duket interesant? Jepi mendimin tatë, jepi mendimin. Okej, po gjesti Luizin e njihni? Ai njoft që ka qenë. Okej, faleminderit. Brotherin? Edhe më s'me shiku nuk është turp, edhe pa është kulturë. Po kush ju pëlqen më shumë, gjesti apo Luizi? Faleminderit. A e shikoni Big Brotherin? Jo, Fare nuk ju pëlqen? se s'më pëlqen se s'është për neve. Okej, faleminderit. A e shikoni Big Brotherin? Ja, Fare? fare. Po pse nuk jeni interesuar? Ja, kam fëmijë, nuk merren dot. Okej, faleminderit.